Raporti i vlerësimit sistemit financiar në Shqipëri realizuar nga ekspert Fondit Monetar dhe Bankës Botërore thekson se, edhe pse Shqipëria e përballoi krizën e vitit 2008 relativisht mirë, ekonomia është të dobët, që ekuilibri makroekonomik është i madh dhe sektori financiar përballet me disa rreziqe. Raporti i bërë publik të mërkurën vëren se politikat zbutëse kanë shtërruar, ndërkohë që edhe një pjesë e madhe e borxhit afatshkurtër përmban rreziqet e rinovimit. Me tregtinë dhe lidhjet e forta me zonën euro, ekonomia është e ndjeshme dhe ndaj rreziqeve të jashtme, shkruhet në raport. Sipas ekspertëve të Fondit Monetar dhe Bankës Botërore, disa të parë të sektorit bankar shqiptar rrisin dobësinë e tij kundrejt goditjeve. Bankat zotrojnë sasi të mëdha të bonove të emetuara nga qeveria, gjë e cila ekspozon ndaj humbjeve të konsiderueshme në rast të rivlerësimit të çmimit të borxhit. Bilancet, thuhet në raport, janë përkeqësuar për shkak të rritjes së shpejtë të kredive të këqija dhe rënja e fortë e përfitueshmërisë lë pak vend për të përballur me goditjet. Edhe orientimi i fortë ndaj euros konsiderohet një burim tjetër dobësie, ndërkohë që vlerësohet se rreziku i sistemit është rritur së fundmi edhe me krijimin e fondeve të investimit. Ndërsa këto fonde kanë ndihmuar në diversifikimin e blerësve të bonove qeveritare, ato nuk janë të monitoruara dhe të rregulluara ashtu siç duhet, vlerësohet në raport, ku propozohen dhe një sër rekomandimesh të cilat duhet të mbahen parasysh nga autoritetet financiare shqiptare.